Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti ora shënon 11 pa humbur kohë, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjekim. Në Washington nisi zyrtarisht rrugtimi bordi i paqes, i cili ka në përbërjen e tij edhe dy shtete shqiptare, Shqipërinë dhe Kosovën. Kryesuesi Donald Trump njoftoi se janë mbledhur të paktën $17 miliardë për ndërtimin e Gazës. Shqipëria do të kontribuojë me trupa në forcën e stabilizimit. Pjesëmarrja e Kosovës dhe Shqipërisë në bordin e paqes i ka ngritur dy vendet në një nivel të ri në arenën ndërkombëtare, deklaroi në një intervistë presidenti Vjosa Osmani. Ai është shprehur e bindur se antarësimi në bordin e paqes do t'jap vendit të saj mundësi për njohje të reja. Në fjalimin e tij në ceremoni, kryeministri Rama i kërkoi presidentit Trump të bëjë diçka para se të jetë vonë për ish krerët e UÇK-s, për cilët prokuroria speciale në Hag ka kërkuar dënimin me nga 45 vite burg. Kërkesa e ish deputetit socialist Jurgisht Qyrbja për lirimin sot nga burgu pas përfundimit të dënimit është rrëzuar nga apeli i GKK-s, sipas të cilit Qyrbes i kanë mbetur ende disa orë për të shlyer. Ish deputeti u arrestua më 20 tetor të vitit 2024, ndërsa dënimi për tregim të sekretit shtetëror dhe për krahjen e autorit të krimit e shleu me paraburgim. Në një intervistë për Deutsche Welle, ambasadori Silvio Gonzato thotë se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për sulmet ndaj gjyqësorit dhe i kërkon politikës shqiptare t'i ndali. Ai vlerëson punën e SPAK, një ndër institucionet e drejtësisë ku BE ka investuar më së shumti në Shqipëri. Gonzato foli edhe për nismën socialiste për ndryshimet ligjore lidhur me pezullimin e zyrtarëve publik në hetim, duke thënë se po e monitoron nga afër. Pas 18 orë seancë ku vendi miratoi në orët e para të mëngjesit 4 anëtar të ri të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, Selamit Xhepa, Olta Zaçaj, Ervin Meten dhe Jonida Priftin. Mati Dasheu do të votohet në një tjetër seancë sipas kërkesës së Taulant Ballës. Me 75 vota pro, 15 kundër dhe një abstenim, u miratua dhe projekt ligji për shërbimin e jashtëm, ku parashikohet testimi diplomatëve në shërbim. Dritje Shile me 74 vota e mori dhe ligji ndryshuar për funksionimin e Akshit. 6 projekt ligjet e propozuara nga opozita u rrëzuan.